Në raportin e tij vjetor para Komisionit të Ligjeve, kryeprokurori Olsian Çela bëri një panoramë të situatës së kriminalitetit në Shqipëri gjatë vitit 2024. Në shifrat përgjithshme gjatë vitit 2024 janë ekzekutuar 933 vendime për përgjigjem të autorizuara nga gjykata në hetimet paraprake dhe 538 autorizime dhe urdhra të prokurorit. Për sa më sipër është mundsuar interceptimi për 2361 pajisje fundore në përdorim të 2159 personave të dyshuar si të përfshirë në vepra penale. Nga analiza e kryeprokurorit rezulton se qarku me kriminalitetin më të ulët për 100.000 banor është në Berat, ndërsa Saranda rënditet e para për numrin më të lartë të veprave penale. Procedimet për pastrim parash shënuan rritje më të madhe me rreth 59%, ndërsa krimi kundër jetës me dashje u rrit me 21.72%, ato kundër lirisë së personit me 30.59% dhe krimet seksuale gati 30%. Janë regjistruar 1656 procedime penale me 1238 pandeur ose me rritje 18.62% të procedimeve dhe rritje 14.84% të pandeurve të regjistruar krahasuar me 2023. Janë dërguar për gjykim 1124 procedime me 1194 pandeur ose me rritje prej 12.85% të procedimeve dhe rritje prej 13.93% të pandeurve të dërguar për gjykim krahasuar me një vit më parë. Sipas kryeprokurorit Çela, Tirana përbën rreth 30% të krimeve kundër jetës të kryera me dashje, Korça 12%, Durrësi 10%, Fieri dhe Lezhë 8%, Elbasani 6% dhe Vlora 5%, ndërsa Dibra regjistroi nivelin më të ulët me vetëm 1%. Olsian Çela gjithashtu kritikoi mënyrën se si është hartuar Kodi Penal aktual, duke theksuar se teknika e përdorur nuk është mjaftueshme për të adresuar problemet e shoqërisë. Teknika e përdorur, pra teknika e dispozitave, nuk është në lartësinë e dur. Ky është vlerësimi im si jurist, ky është vlerësimi im si prokuror i përgjithshëm dhe ky është vlerësimi i shumë kolegëve, të cilët ndajmë këtë opinion. Tani, më bën të bëj një pyetje, si ndryshohet? Do bëjmë një kod të ri, nëse unë jam kundër teknikës së përdorur për gjithë kodin penal, draftin e kodit penal, do ndryshojmë gjithë kodin? Pra, ky është qëndrimi si prokuror i përgjithshëm. Pra, futemi në impas. Sepse ka munguar përcaktimi i drejtë i metodologjisë se si do të bëhej puna, si do ishte puna për ngritjen le të themi përgatitjen e draftit. Në këtë kontekst, kryeprokurori sugjeroi nevojën për përmirësime në hartimin e normave ligjore dhe adaptimin e politikave penale për të garantuar një zbatim më efektiv dhe të drejtat e ligjit.